shovinistëve grek kundër shqiptarëve, do t'i nxirrim ato të sakta me numër, me deme reale, sa do t'ishin vlerat e tyre përveç njerëzve të vrarë e tjera me radhë, dhe do dënohesh Greqia si shtet genocidist kundër Shqipërisë dhe shqiptarëve. Dhe ata në vend që të dënohen, ata vazhdojnë me emisarët e tyre, dulen e partisë greke, se çfarë do një parti greke në mes të Shqipërisë dhe që ngret degë edhe në Kuks, edhe në Kuks i kërkon grekrit, pra se çfarë do një parti e tillë etnike, çka është ndaluar dhe me ligj, edhe në Kukës të ketë grek? Po, kanë organizat greke. Omonia është Greqi, në Kuks. Në Kuks, po kjo çmenduri mo avokat. Po çmenduri s'ka ku të vej më, edhe atje kandidon Omonia. Dion ta shtrish domethënë këtë organizat neofashiste do thoshja unë, sepse të gjitha veprimet i bën të tilla me dulen i cili mban mbas vetes edhe e ndërsen një kriminal kundër Shqipërisë dhe shqiptarëve, kriminal kuptimin e vërtet fjalës, sepse na cënoi integritetin territorial të Shqipërisë, na cënoi ne pavarësinë e Shqipërisë, na cënoi sepse u fut me forca shoviniste greke në postën kufitare, na i shkeli, na i përdhunoi kufirin dhe brenda në post na vrau komandantin, na vrau dhe një ushtar, dhe ai merr guximin. Greqia e dënon për armbajtjen pa leje, e dënon pikërisht për ato armë që morin në postën e kufirit të Shqipërisë. Pra për armët që na morin ne, e dënon për armbajtje pa leje Greqia, kurse ne duam ta bëjmë kryetar bashkie. Sali Berisha e Ilir Meta doni ta bëni kryetar bashkie. Pse? Sepse me dharamit e Greqisë herdhen atëre në pushtet, me dharamit edhe me eurot e Greqisë duan tani të riciklohen prapë në pushtet, edhe bën armiq të kombit tyre, armiq të Shqipërisë, mbështetës të Fredi Belerit. Kur shikoj gropën e Zverkut merr vota me Omonia edhe Dulja, sikurse e tregoi dhe 11 maj, apo siç e treguan dhe zgjedhjet e pushtetit vendor, kur doli kryetar Vanjel Taho, sepse Himara edhe gjithë Shqipëria deri në gjirin e Artës e Shqipëri, nuk ka Greqi deri në gjirin e Artës. Çamëria e Shqipëri, Çamëria do t'i bashkohet Shqipërisë. Se s'bën do t'i bashkohet. Është trolli jon, është toka jon, është gjaku jon. Nuk mund të zgjasi shumë gjenocidi që ti bën, forca që ti ke, mbështetja që ti ke, edhe që abuzon me një popull liridashës dhe i therr, edhe në barku i nenave u anëzirë fëmijët dhe u avret, edhe pastaj do t'i mbash me dhunë këto teritore. Nuk mund të mbaje kurrë në kurrës. Historia është histori, gjaku është gjak, Zoti e ka bërë Shqipërinë deri te gjiri i Artës dhe më kot synojnë që të vinë grekrit tek Vorjo e Piri në Thojza, sepse Himara ka qenë dhe është Shqipëria më e pastër, Labria më e pastër, trualli më i pastër shqiptar. Avokat, ju më prekët pak me gjitha këto zhvillime, por edhe me çështjet cilat lidhen drejt për drejt me aktualitetin politik. Tash më duket sikur lufta ka kapur edhe Partinë Socialiste. Po të marrë disa raste ku Erion Braçe ka shpërthyer sepse e lëvizin kudo, njëre eqi nga Lushnja, njëre eqi nga Njësia 5, ai ndjet si i pafuqishëm vetëm vërtet në Facebook. Në anën tjetër, Velia i dërgon mesazhe, po fola unë, do të ketë breaking news. E shikojnë që po plas dhe brenda Partisë Socialiste ka një krisje, sepse Velia i sot e kemi pas sekurave. Në anën tjetër, Velia i nuk respektoi në asnjë moment apo atë çfarë vendosi Këshilli Bashkiak për shkarkimin e tij dhe për ta dëgjuar, dhe duket sikur dhe Velia i po jep mesazhet kundra Ramës. Shikon një luftë në PS të mundshme dhe çfarë po ndodh në këto momente brenda PS-s? Erion Velia është pasekurave, se e donte pasekurave Sali Berisha. Edhe Sali Berisha vuri në veprim Nesti Angonin e parë,
i cili ishte Gabrieli, edhe vajti e bleu bashkë me atë qimin e syrit. Kush është Gabrieli? Po Gabrieli është ai italiani që bëri shpifjen famoze, sikur Velia edhe bashkë me Gabrielin e Italisë. Sa për informacion Nesti Angoni ka çuar dhe Albana Vokshin spak. Tani Jo, nuk mund të jetë Berisha i njëjti. Ta çoj deri në fund. Po. Ma dëgjoj deri në fund. Pra, ky Gabrieli, që ishte Nesti Angoni i parë, para zgjedhjeve si kryetar bashkie në 2023-shin, donte që të mos vendose i kandidatura e Erion Velis Saliu, sepse ishe i bindur që do të kishte një humbje katastrofale në Tiranë, sikur se e pati faktikisht. Dhe vuri në veprim pra këtë Gabrielin me atë shpifjen monstruoze, sikur kish vajtur Velia, edhe dinte Gabrieli se kish qenë tavolin gjoja me Velin, edhe kish gjuar vetë ku do blishin inceneratorët në Rumani e tjera, edhe për ta bërë pjesë të aferës e inceneratorëve Velin. Por ai Gabrieli, kur e pa që nuk i dhanë lekët këta qimi me shokë, a i vajtin Padova atje të Italisë, bërë një deklarat notariale, edhe tha kam bërë një shpifje të madhe kundër Erion Velis, nuk e kam parë kur me sy ndonjëherë, nuk jam ullur kur në njerë me të, nuk janë të vërteta as njera prej tyre, por këto fjalë mi dhanë këta të Partisë Demokratike të Saliut dhe Shkelzem Berisha me syrin e tia dhe edhe Qim Pekën, dhe më kanë afruar një shumë të madhe lekësh, pra të shumë unë e pranova ta bënja këtë shpifje, po ata janë të pa fytyrë se nuk më dhanë lekët. Edhe unë jam i detyruar të them të vërtetën. Dhe pas atij Nesti Angonit, me që doli me kaq vota Erion Velia, atëre ata donin t'ja prisnin këtë